Dashi, dita e sotme është e mbushur me energji dhe mundësi të reja. Ndriçimi i brendshëm ju udhëheq në përballimin e sfidave me kurajo. Në dashuri, hapni zemrën dhe komunikoni sinqerisht me partnerin. Mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja, pasi mirëkuptimi do t'ju afrojë më shumë. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë përqendrim të thellë, por aftësitë tuaja do të shkëlqejnë. Kushtojini vëmendje detajeve dhe tregoni vendosmëri. Financat kërkojnë kujdes, planifikoni me maturi për të siguruar stabilitetin. Shijoni një moment qetësie për të reflektuar mbi arritjet dhe qëllimet. Shpirti juaj artistik mund të gjejë frymëzinë me natyrë ose muzikë. Lërini emocionet të rrjedhin dhe përqendrohuni në mirëqenien tuaj. Demi, kjo ditë sjell një energji të re dhe të gjallë për ty në sferën e dashurisë, është koha të dëgjosh me kujdes dhe të tregosh mirëkuptim ndaj partnerit. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë një njohje interesante. Në punë, përqendrohu tek detajet dhe mos hezito të kërkosh ndihmë kur ndihesh i mbingarkuar. Në financa, është mirë të shmangësh shpenzimet impulsive dhe të planifikosh buxhetin me kujdes. Frymëzimi do të të ndjek gjatë gjithë ditës, prandaj shfrytëzoja atë për të realizuar projektet që ke në mendje. Mos harro të gjesh kohë për reflektim dhe qetësi, duke u lidhur me natyrën ose duke medituar. Lejo që harmonia të mbizotërojë në zemrën tënde sot. Binjakët, ndërsa dita fillon, ngrohtësia e pranverës ju mbush me energji dhe entuziazëm. Është koha e përsosur për të ndjekur ëndrat tuaja krijuese. Në dashuri, mendohuni mirë përpara se të flisni, pasi fjalët tuaja kanë fuqinë të ngjallin emocione të thella. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të zgjidhë çdo keqkuptim të vogël. Në punë, kreativiteti juaj do të tërheqë vëmendjen e duhur dhe mund t'ju sjellë mundësi të reja. Mos hezitoni të merrni një sfidë të re, është momenti ideal për të provuar aftësitë tuaja. Financat duken të qëndrueshme, por qëndroni larg shpenzimeve impulsive. Reflektoni mbi aspiratat tuaja dhe lini zemrën të udhëheq, sepse universi ka surpriza të këndshme për ju. Daforia. Dita e sotme sjell mundësi të reja që duhen shfrytëzuar me mençuri. Në dashuri, dëgjoni zemrën tuaj dhe mos hezitoni të shprehni emocionet. Komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjen tuaj. Në vendin e punës, kreativiteti do të vlerësohet, ndaj mos keni frikë të ndani idetë. Kujdesuni të mos e tejkaloni buxhetin me shpenzime të panevojshme, pasi prirja për të harxuar më shumë se zakonisht mund të ndikojë financat. Gjithashtu, përkushtojini pak kohë vetes duke lexuar një libër ose duke bërë një shëtitje të qetë. Frymëzimi vjen nga momentet e thjeshta. Ndjeni energjinë pozitive që rrethoheni dhe lejoni që ajo të drejtojë hapin tuaj të ardhshëm. Qetësia shpirtërore sot është qelësi për të kapërcyer çdo sfidë. Luani. Sot, energjia juaj magnetike do të tërheqë të tjerët drejt jush si flutura drejt dritës. Në dashuri, komunikimi është qelësi për të mbajtur harmoninë. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Nëse jeni vetëm, hapni zemrën për mundësi të reja romantike. Në vendin e punës, ide të reja pushtojnë vlera në projektet tuaja. Mos hezitoni të ndani mendimet me ekipin, pasi idetë tuaja kanë potencial për t'u pranuar me entuziazëm. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Merrni kohë për të përkëvelur veten dhe për t'u çlodhur. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të sjellin qetësi shpirtërore dhe do të rigjallërojnë mendjen tuaj. Energjia pozitive është aleati juaj më i madh sot. Virgjëresha. Sot dita juaj do të fillojë me një ndjesi të lehtë qetësie dhe reflektimi. Është e rëndësishme të qëndroni të hapur ndaj bisedave të thella me partnerin, pasi komunikimi do të ndihmojë në forcimin e lidhjes tuaj. Në punë, mos u trembni nga detyrat e reja që ju paraqiten. Ato ofrojnë mundësi për të treguar talentin tuaj dhe për të fituar njohje ngaepronët. Sa i përket financave, qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme dhe përpiquni të menaxhoni buxhetin me maturi. Në përgjithësi, shpirti juaj analitik do t'ju ndihmojë të merrni vendime të mençura gjatë ditës. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se relaksimi është i domosdoshëm për ruajtjen e energjisë pozitive dhe balancës shpirtërore. Dëshorja. Sot kanë ndjenja të thella që kërkojnë të dalin në sipërfaqe. Në marrëdhëniet personale, është momenti për të dëgjuar zemrën dhe për të shprehur ndjenjat e tua më të thella. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë një afrinë të shumë pritur. Në punë, krijimtaria juaj është në kulm, ndaj shfrytëzoni çdo mundësi për të shfaqur idetë tuaja. Kolegët do të vlerësojnë qasjen tuaj të guximshme dhe inovative. Në aspektin financiar, bëni kujdes me shpenzimet e tepërta dhe mendoni për plane afatgjata. Një strategji më e qëndrueshme do t'ju sjellë paqe mendore. Kujdesuni për veten duke kaluar kohë në natyrë ose duke u relaksuar me një libër të mirë.
Universi ju mbështet ndërsa përqafoni harmoninë dhe ekuilibrin. Akrepi. Sot është dita për të besuar në intuitën tënde dhe të marrësh vendime me zemër. Dëshirat e tua romantike mund të përmbushen vetëm nëse je i hapur dhe i sinqert me partnerin. Nëse ndihesh i vetmuar, një miqësi e re mund të lulëzojë në diçka më të thellë. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla, sepse ato do të bëjnë diferencën. Sharmi yt natyral do të të ndihmojë për të ndërtuar marrëdhënie të reja profesionale. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokusohu në kursime. Ndërkohë, merr kohë për të reflektuar dhe për të medituar. Zëri i heshtur i shpirtit tënd ka nevojë për hapësirë të flasë. Frymëzohu nga momentet e vogla dhe gjej gëzimin në çdo hap. Shigjetari. Dita e sotme do të sjellë një ndjesi të freskët dhe të gjallë tek ju, duke ju bërë të ndiheni të frymëzuar. Në dashuri, lërini emocionet të flasin për ju dhe mos keni frikë të tregoni ndjenjat tuaja të vërteta. Në aspektin profesional, ju pret një mundësi e re që do t'ju kërkojë të mendoni jashtë kornizave të zakonshme. Merrni kohën e nevojshme për të reflektuar para se të merrni vendime të rëndësishme. Financat mund të përmirësohen nëse merrni një qëndrim më të kujdesshëm dhe kursyes. Sot, trupin dhe mendjen tuaj do t'i ndjeni në harmoni, prandaj përfitoni për t'u angazhuar në aktivitete që ju sjellin kënaqësi. Energjia pozitive që ndjeni do t'ju ndihmojë t'i shmangni çdo pengesë që mund të hasni. Britsjapi. Sot ndjen një energji pozitive që të mbështjell me ngrohtësi. Në punë, fokusohu në detyrat e vogla që ke lënë pas dore, do të ndihesh shumë i kënaqur kur ti përfundosh. Në aspektin financiar, është momenti ideal për të bërë një plan të ri kursimesh. Kujdesu për shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu në prioritete. Në dashuri, është një ditë e favorshme për të treguar ndjenjat tuaja. Një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjet me partnerin. Nëse je vetëm, mos ki frikë të hapesh ndaj mundësive të reja. Shijo natyrën dhe çastet e qeta. Buzëqeshja jote do të jetë magjike për ata që të ndodhen pranë. Kujdesu për veten dhe lejo që reflektimi i brendshëm të të udhëheqë. Ujori. Sot, një energji freskuese mbush zemrën dhe mendjen tënde. Ndërsa dielli ndriçon horizontin, bisedat e ngrohta mund të sjellin një shkëndijë të re në marrëdhëniet personale. Ndoshta është koha të dëgjosh zërin e brendshëm dhe të hapësh zemrën. Në aspektin profesional, një mundësi e papritur mund të shfaqet. Tregohu i gatshëm për të marrë sfida të reja, por mos harro të bësh pyetjet e duhura para se të vendosësh. Financat kërkojnë kujdes, por planifikimi i mençur mund të bëjë mrekulli. Kujdesu për veten dhe gjej kohë për të relaksuar në natyrë. Meditimi mund të jetë çelësi për të ndjerë qetësi të brendshme. Ndiq ritmin e ditës dhe lejoje veten të ndjesh çdo moment plotësisht. Peshqit, sot është një ditë që fton për reflektim të thellë dhe lidhje emocionale. Mbështetuni te intuita juaj për të kuptuar ndjenjat e brendshme që po kërkojnë të dalin në dritë. Në punë mund të hasni disa sfida, por mos humbni besimin. Përqendrohuni te qëllimet dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Në çështjet financiare, është momenti ideal për të bërë një rishikim të shpenzimeve dhe për të kursyer për të ardhmen. Ëndrat janë udhëzues të çmuar, ndaj regjistrojini ato që mendoni se kanë domethënie. Në dashuri, përkushtimi juaj është çelësi që hap dyert dhe një marrëdhënie më të thellë dhe të sinqertë. Koha me të dashurit do të sjellë paqe dhe kënaqësi të vërtetë. Jetoni me frymëzim.